Pse Francesca Murati mund të jetë ndarë nga bashkëshorti? Francesca Murati ka folur me ndjekësit për një temë që prek shumë familje të reja. Mes zërave për ndarjen nga bashkëshorti, Francesca Murati ka zhvilluar një bashkëbisedim virtual me ndjekësit e saj në Instagram, ku ka zgjedhur të përgjigjet disa pyetjeve personale dhe të japë mendimin e saj për tema që prekin jetën në çift. Një prej pyetjeve që tërhoqi më shumë vëmendje ishte: çfarë mendoni se duhet bërë kur familja e bashkëshortit përpiqet të prishë martesën? Në përgjigjen e saj, Francesca u shpreh se burri duhet të vendosë kufi shumë të fortë me familjen e tij dhe se askush nuk duhet të ndërhyjë në marrëdhënien e çiftit. Ajo shtoi gjithashtu se sa më pak opinione të ketë nga familjarët dhe shoqëria, aq më e qetë dhe e shëndetshme është një lidhje.